Ka vetëm 6 muaj që është bashkuar stafi të mjekëve në Spitalin Rajonal Omer Nishani, të cilin e zgjodhi me dëshirë për të ushtruar profesionin e pneumologes. Ada Shehaj, si vajzë përmetare, vendosi ta startojë misionin e saj fisnik me shërbimin ndaj banorëve të komunitetit jugor, edhe pse nuk i mungonin alternativat e tjera. Gjirokastër në fakt ishte një zgjedhje e imja pas përfundimit të specializimit. Pas përfundimit të specializimit 4 vjeçar në Spitalin Shëfqet Ndroqi, vendosa që për herë të parë profesionin tim ta ushtroj pranë Spitalit Omer Nishani, duke qenë se dhe vetë jam nga qyteti i Përmetit, kështu që pse jo të isha pranë këtij komuniteti. Keni rreth 6 muaj në këtë spital. Si e keni gjetur këtë klimën e bashkëpunimit, themi? Për 6 muaj tashmë, në fakt puna ka qenë goxha sfiduese, kemi pasur një numër shumë të madh rastis, por patjetër kam gjetur një klimë goxha bashkëpunuese me disë specialiteteve të tjera, se pneumologjia shkon krah për krah me kardiologjinë, me një sër specialitetesh. Kemi pasur raste të suksesshme, sigurisht. Kemi 2 mjekë të rinj në fakt. Puna jonë organizohet me javë, ndërkohë që në javën që jam unë në shërbimin ambulator të poliklinikës, kolegu im është në spital dhe e anasjellta pra. Mbulojmë shërbimin herë shërbimin e urgjencës, herë shërbimin ambulator. Shërbimi i pneumologjisë është i mirë organizuar, thot Ada, dhe në vijim pritet të kompletohet dhe me aparatura të tjera të rëndësishme për diagnostikimin e pacientëve. Fillon që nga poliklinika në cilën realizohen vizitat ambulatore çdo ditë, ku jemi të pajisur me ekzamenimet laboratorike, imazherike të nevojshme, spirometria, patjetër thirrjet në urgjencë ku pacienti kompletohet gjithashtu. Vazhdon më pas ndjekja hospitaliere në pavion, pneumologjisë gjithashtu është bashkëngjitur dhe fibrobronkoskopia, që është një ekzamenim ekstra. Jemi gjithashtu në pritje të skanerit me kontrast, me një kualitet më të lartë nga ky që kemi tani aktualisht, dhe do të jetë ky një shtojtë tepër e rëndësishme dhe do e kompletoj, si të thuash, këtë shërbim. Komunikimi dhe bashkëpunimi me pacientin është mjaft i rëndësishëm, të themi, në punën tuaj. Sa keni arritur ta realizoni këtë ju? Mendoj që komunikimi është çelësi i suksesit, sepse nëpërmjet saj ne marrim një anamnezë sa më të qartë që në fundit nëpërmjet saj vendosim diagnozën dhe eventualisht edhe trajtimin. Mendoj dhe shpresoj që e kam realizuar. Incidenca e lartë e sëmundshmërisë pulmonare e bën më sfidues këtë profesion, ku përveç vizitave dhe ekzaminimeve të përditshme, asaj duhet të përgjigjet edhe thirrjeve nga urgjenca. Të gjithë ne që kemi zgjedhur profesionin e mjekësisë kemi filluar me një pasion shumë të madh, që fillon që nga bankat e shkollës në fakt, dhe kur e përfundojmë dhe specializimin në gjithë trajnimet e nevojshme. Realiteti patjetër është goxha sfidues, të përballë me sfidat të cilat ti dalin jashtë teksteve, dalin jashtë protokolleve, shpeshherë ne ngelemi në gjykimin ton personal, kanë vendimmarrje të cilat duhet të vendosësh ti me logjikën tënde, dhe kjo ka qenë një ndër sfidat më të mëdha, po është patjetër pjesë e punës dhe satisfaksioni që t'jep mjekësia me arritjen e suksesit në shërimin e pacientit është një ndër feedbacket më të mëdha që ne marrim, edhe na stimulon patjetër që të vazhdojmë çdo ditë këtë punë. Ky është një specialitet në cilën ka një numër shumë të madh urgjencash. Realisht ne jemi 24 në 7 kur jemi në shërbimin e onkollit. Mund të thirremi nga shërbimi i urgjencës patjetër në çdo orë, si për shembull ditën e sotme ku jemi thirrur në orët e para të mëngjesit për një rast të rëndë. Kemi një incidencë tepër të lartë realisht në spitalin tonë të sëmundshmërisë pulmonare. Kështu që është një profesion sfidues, pra kjo ishte përballja me realitetin në këto 6 muaj, por patjetër ajo që na stimulon që të vazhdojmë punën tonë është feedbacku nga pacientët, arritja e një suksesi si në diagnozë dhe në trajtimin e tij, duke marrë parasysh që ne jemi një spital rajonal, por që kemi arritur që të diagnostikojmë dhe të trajtojmë me sukses pacient rënd, sepse patjetër kemi akses dhe në shërbim edhe në reanimacion për të ndjekur atje më tej pacientët, dhe kemi pasur raste të suksesshme. Kjo është ajo që na stimulon çdo ditë për të vazhduar këtë punë. Ky dimër si pasaj shënoi një riakutizim të pacientëve kronik, duke shtuar ndjeshëm numrin e atyre që kanë kërkuar ndihmë. Kemi pasur një numër të shtuar të pacientëve si në ambulator, duke shkuar deri në 20 vizita në ditë, rritje të numrit të thirrjeve nga urgjenca, rritje të numrit të hospitalizuarve.
me një sëmundshmëri të lartë, por vlen për të theksuar që kemi pasur një riakutizim të gjithë pacientëve kronik që në qarkun e Gjirokastrës në fakt janë një numër të lartë. Ne aktualisht me kartel në poliklinik në qytetin e Gjirokastër kemi 750 pacientë me sëmundjen pulmonare obstruktive kronike dhe azmën bronkiale. Influenza, Covid-i, të gjitha virozat të cilat kaluam këtë dimër i riakutizuan këta pacientë duke bërë që të kërkonin ndihmën tonë nëpërmjet poliklinikës, por dhe shërbimit të urgjencës. Gjatë vitit 2025, Spitali Gjirokastrës ka pritur 9 mjek të rinj, duke plotësuar kështu të gjitha shërbimet me specialist.